një hartë e re territoriale me më shumë komuna dhe me një lokomotiv ekonomike përpara, duke vënë një bashki përpara, do të thotë që ka më shumë njerëz, ka më shumë ide, ka më shumë personalitete, të cilët mund të marrin dorë të drejtojnë një bashki të caktuar me ide, me vizionin e tyre, të programit tyre, të partisë që ata i mbështet apo dhe më tjerë. Prandaj unë them që kjo reformë territoriale është shumë e rëndësishme për të bërë tani. Dhe nëse nuk bëhet tani, nuk ka për të bërë asnjëherë tjetër. Atëherë si do shkojmë ke hatare? Çfarë do marrim parasysh? Radh parë do marrim parasysh eksperiencën e vendeve europiane. Pasi modeli që ne kemi zgjedhur është një model perëndimor i qeverisjes. Dhe në radhë dytë do lidhemi me traditën shqiptare. Po t'i kombinojmë këto dyja, të aplikojmë pastaj kritere thellësisht teknike, pra jo premis politike, për të bërë hartën, do vim në hartën. Është menduar dhe është propozuar që i gjithë procesi i ndarjes administrative territoriale të vendit të bazohet në atë konceptin që quhet koncepti i zonave funksionale. Pra njësitë e reja vendore do duhet organizohen bazuar në këtë koncept. Funksionaliteti i njësive të reja vendore në këtë kuptim do të quhet dhe do të konsiderohet si një funksionalitet ekonomik, social, zhvillimor, kulturor, si dhe funksionalitet për sa i përket kryerjes së shërbimeve për qytetarët. Duke kombinuar pikërisht traditën e rrethit si një qendër që ofronte shërbime për qytetarët dhe që ka pas ofruar shërbime qytetarët për një kohë të gjatë, është konsoliduar dhe duke vënë tashmë kritere për të lexuar realitetin e sotëm çka ka ndodhur në Shqipëri si pasojë e zhvillimit dhe lëvizjes demografike, ne bëjmë një ushtrim, marrim rrethin si bazë dhe fillojmë dhe aplikojmë kriteret të cilat i paraqiti edhe Enea dhe fillojmë gjejmë brenda rrethit a ka realitete të reja, ato që ne i quajmë zona funksionale, që sqaroi edhe Enea, pra a mundet që brenda rrethit ne gjejmë pole të ndryshme, të cilat janë të afta të gjenerojnë zhvillim ekonomik vendor, sigurisht duke marrë parasysh dhe kriteret të tjera që lidhen me gjeografinë, me popullsinë, me përkatësinë, me traditën historike kulturore e kështu me radhë. Dhe bëjmë këtë ushtrim. Dhe në përfundim të këtij ushtrimit ne nxjerrim dhe hartën pastaj të re administrative territoriale. Për gjitha komunat dhe bashkitë, pra për gjithë zgjedhjet vendor, shërbimi ndaj qytetarëve është primari dhe në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, mundësia për të shërbyer qytetarëve është më e vështirë, ndërsa me reformën e re territoriale mundësia do të jetë më e madhe dhe shërbimi që do të ofrojmë do të jetë më afër qytetarëve. Si e mendon qeveria ose parlamenti mënyrën e re të administrimit të zonës plazhit, me qenë se jemi në Durrës po flasim për Shkëmbën e Kavajës dhe Golemin, kur pjesa dërmuese zotruesve të apartamenteve i kanë këto si shtëpi dyta dhe përrjedhojnë nuk janë votues në këto zona. Sipas vlerësimeve tona, janë rreth 20.000 banor potencial të apartamenteve që janë ndërtuar, janë apo nuk janë shitur akoma, të cilët në këtë realitet të ri do të gjendeshin të papërfaqësuar. Dhe duke ndjekur edhe konceptin që papërfaqësim nuk mund të ketë detaksim, do donim dhe një mendim më të detajuar. Po për sa i përket pjesës së taksa paguese, sigurisht që taksa paguese është aty ku ka rezidencën për spari. Aty ku është banori përkohshëm, sigurisht do paguaj taksën nëse ushtron një veprimtari të caktuar sezonale, në bazë të nivelit dhe si thosh hapësirave ligjore që ka kryetari i bashkisë për të marrë tarifën apo taksën për kacë. Kështu që unë taksa pasurisë merr bashkia, është tjetër gjë. Taksa pasurisë ne madje me buxhetin e ri e dyfishuam për ato që kanë shtëpi dyta. Dëgjova që do të ngrihen 12 grupe pune që do të përkojnë me 12 qarqet. Desha të di nëse mund të sqarohet se si, do të thonë ku konsistojnë këto grupet e punës, ose një lloj refleksioni dhe propozimi që këto grupet e punës të funksionojnë njëkohësisht edhe si portale, në mënyrë që ato kritere që ndoshta juve do doni t'i merrni në këtë mbledhje kështu vis-a-vis, dhe është e vështirë që ne të propozojmë kritere konkrete, ne t'i propozojmë të këto grupet e punës. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, në një farë mënyrë isha pak i paqartë kur hyra, po prezantimi që zoti ministër bëri për idenë e konvertimit punëshëm të rretheve si bazament solid, po themi,
për njësitë e ardhshme, më krijon një lloj qartësie. Shumë e saktë që bashkimi i shumë njësive territoriale, të cilat nuk kanë qenë funksionale ose kanë qenë disfunksionale, me bashki më të konsoliduara, do të bëjë që këto bashki të konsoliduara të shërbejnë si lokomotiva zhvillimi për këto rajone. Por nga ana tjetër, ne kemi parë që problematikat i kanë pas si bashkitë e vogla, pa dash të përmend emra konkret, ashtu dhe edhe komunat e mëdha. Do të thotë që problemin kryesor që ne kemi pasur, kemi pas tek burimet njerëzore. Mendoj që pikërisht ky modeli i shikimit të qarqeve si bazament bazë, duke pa dhe validitetet e reja, mund të shërbente shumë mirë, pa thënë konkretisht se sa mund të jetë numri 80, se është një variant, apo 36 është varianti tjetër. Të theksoja këtë, pra që grupet e punës do ishte mirë që të ishin të hapura, që të thithin sa më shumë mendime nga shoqëria civile, pavarësisht se besoj që janë kapacitetet. Faleminderit. Ky grup pune është bërë prezent, problemet janë hedhur për diskutim. Megjithatë, ne dhe sot më është etapa e parë dhe ne do të kemi takime të shpeshta. Bashkëkryetari e tha që bashkë me shpjegimet e ministrit që u hedhën disa kritere të cilat do rikthehen prapë, do vëmë pjesë e diskutimeve dhe ku është më pritur kontributi të gjithë pjesëtarëve që janë këtu në sallë, po dhe që nuk janë sot këtu. Mund të ketë dhe kritere, si thua, rajonale, mund të ketë dhe kritere specifike për Durrësin, absolutisht, të cilat ne kur të bëjmë mbledhjen e parë të komisionit ti miratojmë si kritere që kur të vinë këtu ju të trajtoni. Por kjo nuk do të thotë, po marrë dhe anën e kundër që gjatë rrugës, gjatë ditëve mund të na dalë ndonjë kriter plus shtesë. Ne ndaj jemi non stop si komision mbledhur, nuk ka zi se bëjmë një mbledhje tjetër dhe shtuam edhe 2 kritere më tej. E rëndësishme është të bëjmë këtë reformë mbi bazën e këtyre kritereve që ne ju themi sot apo që dhe ju doni shtoni tjerët. S'duam ta bëjmë vetëm reformë, duam ta bëjmë bashkarisht.